Zonja dhe zotëri, mirë se vini në prezantimin tonë mbi rëndësinë e sipërmarrjes së gjelbër. Sot do të eksplorojmë se si modelet e biznesit të gjelbër jo vetëm që ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit tonë, por gjithashtu hapin mundësi të reja ekonomike dhe kontribojnë në përgjegjësinë sociale. Sfidat mjedisore përpara. Ne përballemi me sfida të paprecedent mjedisore globale, ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit dhe ujit, varfërimi i burimeve natyrore dhe humbja e biodiversitetit paraqisin kërcënim serioz për planetin tonë. Modelet tradicionale të biznesit shpesh kontribojnë në këtë problem përmes konsumimit të tepruar të burimeve dhe gjenerimit të mbetjeve. Nevoja për ndryshim është urgjente dhe sipërmarrësit e gjelbër janë në balë të këtij transformimi. Problemet mjedisore janë në rritje sot dhe fatkeqësisht nuk mund të eliminohen plotësisht, por ato mund të reduktohen dhe mund të parandalohen. Aktivitetet njerëzore kanë çuar në ndryshime të paprecedent në mjedis në mbar botën, nga ndryshimet klimatike dhe shkatërrimi i habitatit deri te mbivjelja dhe futja e specieve pushtuese. Ndotja e mjedisit mund të ketë pasojë të rënda për shëndetin e njeriut, por edhe për jetën e gjithë organizmave të tjerë të gjallë në tokë. Ndryshimi do të luajë një rol kyç në përmirësimin e cilësisë së jetës në tokë, sjelljeve njerëzore për të mundësuar kushte më të mira jetese për të tashmen dhe të ardhmen e brezave. Ndërsa problemet e përmenduara marrin gjithnjë e më shumë vëmendje nga publiku, ajo rritet ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe kompanive për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Sipërmarrja e gjelbër dhe inovacioni janë të një rëndësie të madhe për zgjidhjen e problemeve mjedisore dhe sociale. Sipërmarrja e gjelbër nuk është vetëm e nevojshme për mjedisin, është edhe ekonomikisht fitimpruese. Tregu për produkte dhe shërbime të qëndrueshme po rritet dhe konsumatorët po bëhen më të vetëdijshëm dhe të interesuar për opsione miqësore me mjedisin. Bizneset që adoptojnë praktika të gjelbëra mund të ulin kostot operative përmes teknologjive me efikasitet energjetik, të minimizojnë mbetjet dhe të përdorin burime të rinovueshme të energjisë. Përveç kësaj, shumë qeveri dhe organizata ndërkombëtare ofrojnë subvencione, lehtësime tatimore dhe stimuj të tjerë për projekte të gjelbëra, të cilat reduktojnë më tej kostot dhe rrisin rentabilitetin. Historia e sipërmarrjes së gjelbër tregon se si bota e biznesit po përshtatet dhe po zhvillohet për t'u përgjigjur sfidave globale mjedisore, nëpërmjet inovacionit, ndryshimeve legjislative dhe ndërgjegjësimit në rritje të konsumatorëve. Sipërmarrja e gjelbër vazhdon të luajë një rol kyç në formësimin e një të ardhmeje të qëndrueshme. Sot, sipërmarrësit e gjelbër luajnë një rol kyç në tranzicionin drejt një ekonomie të qëndrueshme. Inovacionet në teknologjinë e gjelbëra, të tilla si burimet e rinovueshme të energjisë, ndërtimi i gjelbër dhe ekonomia rrethore, po nxisin transformimin e modeleve tradicionale të biznesit. Qëndrueshmëria mjedisore, reduktimi i mbetjeve, burimet e qëndrueshme, efikasiteti i energjisë. Përgjegjësia sociale, mbështetja e komuniteteve lokale përmes punësimit, arsimimit dhe zhvillimit dhe aplikimit të teknologjive të reja që reduktojnë gjurmën ekologjike të produkteve dhe shërbimeve. Imazhi tregon një ndërtesë qendrore, zyrë të rrethuar nga simbolet të qëndrueshmërisë si panelet diellore, turbinat e erës, simbolet e riciklimit dhe bimët e gjelbëra. Objekti ka një çeti të gjelbër me bimë dhe pemë. Ikonat që përfaqësojnë inovacione të tilla si llampat dhe ingranazhet janë të integruara në simbolet mjedisore. Njerëzit angazhohen në aktivitete të tilla si mbjellja e pemëve, riciklimi dhe puna me teknologjitë e gjelbëra. Atmosfera është e pastër, e gjallë dhe miqësore me mjedisin. Integrimi në sipërmarrjen e gjelbër kërkon përkushtim dhe një qasje strategjike, por sjell përfitime afatgjata për biznesin si dhe mjedisin. Biznesi i qëndrueshëm jo vetëm që redukton ndikimin negativ në planet, por gjithashtu rrit konkurrencën, tërheq konsumatorë të ndërgjegjshëm për mjedisin dhe mund të çojë në kursime përmes përdorimit më efikas të burimeve.
Sipërmarrja e gjelbër bazohet në zbatimin e praktikave të qëndrueshme të biznesit që kanë një ndikim pozitiv në mjedis, shoqëri dhe ekonomi. Këtu janë konceptet kryesore të sipërmarrjes së gjelbër. Prodhimi i qëndrueshëm, përdorimi i burimeve të rinovueshme. Përqendrohuni në përdorimin e burimeve të rinovueshme si energjia diellore, era dhe biomasa në vend të lëndëve djegëse fosile. Minimizimi i mbetjeve. Zbatimi i metodave për reduktimin e mbetjeve përmes riciklimit, ripërdorimit dhe proceseve më efikase të prodhimit. Eficienca e energjisë. Optimizimi i konsumimit të energjisë, futja e teknologjive dhe procedurave me efikasitet energjetik për të reduktuar konsumimin e energjisë, ndërtesat dhe teknologjitë inteligjente, përdorimi i sistemeve inteligjente për menaxhimin e energjisë në ndërtesa dhe objekte prodhuese. Projektimi ekologjik, dizajni për qëndrueshmëri, zhvillimi i produkteve të dizajnuara duke pasur parasysh qëndrueshmërinë, duke përfshirë qëndrueshmërinë, riciklimin dhe ndikimin minimal mjedisor. Paketimi i gjelbër, përdorimi i materialeve ambalazhuese miqësore me mjedisin që të jenë të biodegradueshme ose lehtësisht të riciklueshme. Prokurim i qëndrueshëm, zinxhiri të furnizimit të gjelbër. Zgjedhja e furnitorëve që praktikojnë metoda të qëndrueshme prodhimi dhe janë të përkushtuar për të reduktuar gjurmën e tyre mjedisore. Prokurimi lokal, preferimi i furnitorëve vendas për të reduktuar emetimet e karbonit që lidhen me transportin. Përgjegjësia sociale e korporatës, CSR. Angazhimi i komunitetit, pjesëmarrja aktive në iniciativa që kontribojnë në zhvillimin e komunitetit lokal dhe në mbrojtjen e mjedisit. Edukimi dhe ndërgjegjësimi, rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve të komunitetit më të gjerë për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Inovacionet dhe teknologjitë, zhvillimi i teknologjive ekologjike, investimi në kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja që reduktojnë ndikimin negativ në mjedis. Zbatimi i ekonomisë rrethore, zbatimi i modeleve të biznesit bazuar në parimet e ekonomisë rrethore, ku materialet dhe produktet janë projektuar për të ripërdorur, riparuar ose ricikluar. Pajtueshmëria me rregullorët dhe standardet. Pajtueshmëria me rregulloret mjedisore, sigurimet që të gjitha proceset e biznesit janë në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Standardet vullnetare, zbatimi i standardeve dhe certifikatave mjedisore shtesë vullnetare, për shembull ISO 14001, për të demonstruar një përkushtim ndaj qëndrueshmërisë. Transparenca dhe raportimi. Raportimi transparent, publikimi i rregullt i raporteve të qëndrueshme që tregojnë ndikim mjedisor dhe progresin e kompanisë, komunikim i qartë, komunikimi i hapur me të gjitha palët e interesuara për qëllimet dhe arritjet e qëndrueshmërisë. Elementët kryesor të sipërmarrjes së gjelbër përfshijnë përdorimi i burimeve të rinovueshme, përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë si dielli, era dhe biomasa në vend që të mbështetet në lëndët djegëse fosile, reduktimi i mbetjeve, zbatimi i metodave për të minimizuar mbetjet përmes riciklimit, ripërdorimit të materialeve dhe adoptimit të proceseve efikase të prodhimit. Efikasiteti i energjisë, optimizimi i konsumit të energjisë duke përdorur teknologji dhe praktika me efikasitet të energjisë. Dizajni i qëndrueshëm, projektimi i produkteve që janë të qëndrueshme, të riciklueshme dhe që kanë ndikim minimal mjedisor. Zinxhiri të furnizimit të gjelbër. Zgjedhja e furnitorëve që praktikojnë metoda të qëndrueshme prodhimi dhe janë të përkushtuar për të reduktuar gjurmën e tyre mjedisore. Përgjegjësia sociale e korporatës, CSR. Angazhimi në iniciativat e komunitetit që kontribojnë në zhvillimin lokal dhe mbrojtjen e mjedisit. Inovacioni. Investimi në kërkimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja që reduktojnë ndikimin mjedisor. Pajtueshmëria në rregulloret mjedisor. Sigurimi që gjitha proceset e biznesit janë në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Transparenca. Publikimi i rregullt i raporteve të qëndrueshme dhe mbajtja e komunikimit të hapur me palët e interesuara për qëllimet dhe arritjet e qëndrueshmërisë. Sipërmarrja e gjelbër nuk është vetëm një përgjegjësi morale dhe sociale, por është një qasje strategjike e biznesit që mund të çojë në përfitime ekonomike afatgjata, rritje të konkurrencës dhe një imazh pozitiv të korporatës.
Rëndësia e integrimit të konsideratave mjedisore në sipërmarrje. Integrimi i konsideratave mjedisore në sipërmarrje është thelbësor për një sër arsyesh duke përfshirë ruajtjen e mjedisit, përfitimet ekonomike, përgjegjësinë sociale dhe detyrimet legjislative. Rëndësia e integrimit të konsideratave mjedisore në sipërmarrje është thelbësor për një sër arsyesh duke përfshirë ruajtjen e mjedisit, përfitimet ekonomike, përgjegjësinë sociale dhe detyrimet legjislative. 1. Ruajtja e mjedisit, reduktimi i ndotjes. Zbatimi i praktikave ekologjike ndihmon në reduktimin e emetimit të gazave të dëmshëm dhe të ndotjes së ajrit dhe ujit. Përdorimi i materialeve me mjedisin redukton sasinë e meturinave dhe kimikateve toksike. Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve. Inkurajimi i përdorimit efikas të burimeve si uji dhe energjia kontribon në reduktimin e varfërimit të tyre. Riciklimi dhe ripërdorimi i materialeve ndihmojnë në ruajtjen e burimeve natyrore. 2. Përparësitë ekonomike, ulja e kostos. Praktikat e qëndrueshme mund të zvogëlojnë kostot operative nëpërmjet përdorimit më efikas të energjisë dhe reduktimit të mbetjeve. Investimet në burimet e rinovueshme të energjisë mund të zvogëlojnë kostot afatgjata të energjisë. Inovacionet dhe mundësitë e tregut. Inovacionet mjedisore mund të hapin tregje dhe mundësi të reja për rritje. Konsumatorët preferojnë gjithnjë më shumë produktet e shërbimet që janë miqësore me mjedisin, të cilat mund të rrisin konkurrencën dhe përfitimin e një kompanie. Përgjegjësia sociale, rritja e ndërgjegjes, edukimi i punonjësve dhe komuniteti për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit mund të kontribojnë në krijimin e një ndërgjegjësimi mjedisor dhe sjelljes së përgjegjëse. Promovimi i përgjegjësisë sociale nëpërmjet iniciativave mjedisore mund të përmirësojë imazhin e një kompanie. Shëndeti dhe mirëqenia e komunitetit. Reduktimi i ndotjes dhe praktikat e qëndrueshme kontribojnë në shëndetin e mjedisit jetësor, i cili ndikon pozitivisht në shëndetin dhe cilësinë e jetës së komunitetit. Një nismë për të ruajtur burimet natyrore mund të kontribojë në ruajtjen e ekosistemeve që janë thelbësore për mbijetesën e komuniteteve lokale. 4. Detyrimet legjislative. Pajtueshmëria me rregulloret. Rregulloret dhe standardet mjedisore po bëhen më të rrepta dhe respektimi i tyre mund të ndihmojë bizneset të shmangin sanksionet ligjore dhe gjobat. Një qasje proaktive ndaj kërkesave mjedisore mund të përmirësojë marrëdhëniet me organet rregullatore dhe komunitetet lokale. Qasja në financim. Shumë institucione financiare dhe investitorë favorizojnë kompanitë që zbatojnë praktika të qëndrueshme, të cilat mund të lehtësojnë aksesin në kapital dhe kushte të favorshme financimi. Të kuptuar të këtyre sfidave mjedisore është hapi i parë drejt zgjidhjes së tyre. Sipërmarrja e gjelbër luan një rol kyç në kthimin e këtyre tendencave negative. Duke adoptuar praktika të qëndrueshme dhe zgjidhje inovative, bizneset mund të reduktojnë gjurmën e tyre mjedisor, të promovojnë ruajtjen e burimeve natyrore dhe kontribojnë në përpjekjet globale për të ruajtur mjedisin. Ndryshimet klimatike përbën një kërcënim serioz për shëndetin global, duke ndikuar në mirëqenien fizike, mendore dhe sociale. Marrja e veprimeve për të zbutur ndryshimet klimatike dhe për t'u përshtatur efekteve të tij është thelbësore për mbrojtjen e shëndetit të brezave aktual dhe të ardhshëm. Edukimi, masat parandaluese dhe politika e bazuar në njohuri janë të nevojshme për të reduktuar rrezikun shkencor dhe për të mbrojtur shëndetin publik. Rritja e temperaturave globale. Ndryshimi i klimës çon në një rritje të temperaturave globale, duke rezultuar në shkrirjen e akullit polar dhe në rritjen e nivelit të detit. Kushtet ekstreme të motit, një rritje në frekuencën dhe intensitetin e ngjarjeve ekstreme të motit, si uraganët, përmbytjet, thasësirat dhe valët e të nxehtit, ndikimi në biodiversitet. Ndryshimin në habitate kërcënojnë mbijetesën e shumë specie bimore dhe shtazore. Nëpërmjet këtyre masave strategjive, sipërmarrja e gjelbër kërkon jo vetëm të reduktojë ndikimin negativ në mjedis, por edhe të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm që merr parasysh qëndrueshmërinë afatgjatë të burimeve natyrore dhe mjedisit. Integrimi i këtyre parimeve në praktikat e biznesit u mundson bizneseve të gjelbëra të kontribojnë në mbrojtjen e mjedisit duke realizuar njëkohësisht përfitime ekonomike.
Nëpërmjet këtyre strategjive dhe qasjeve, sipërmarrja e gjelbër kontribon në ruajtjen e burimeve për brizat e ardhshëm, redukton ndikimet negative në mjedis dhe promovon qëndrueshmërinë afatgjatë në biznes. Integrimi i parimeve të qëndrueshmërisë në gjithë aspektet e biznesit është çelësi i suksesit të bizneseve të gjelbra në botën moderne. Ndryshimet klimatike përfaqësojnë një sfidë serioze, por edhe një mundësi për sipërmarrësit që kontribojnë në krijimin e një të ardhme më të qëndrueshme. Duke integruar praktikat e gjelbra, sipërmarrësit jo vetëm që mund të ndihmojnë në luftimin e ndryshimeve klimatike, por edhe të përmirësojnë konkurrencën dhe reputacionin e tyre në një treg që vlerëson gjithnjë më shumë qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë mjedisore. Parimet e sipërmarrjes së gjelbër janë të përqendruara në biznesin që është ekologjikisht, socialisht i përgjegjshëm dhe ekonomikisht fitimprurës. Sipërmarrja e gjelbër fokusohet në zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve që janë miqësore me mjedisin dhe të qëndrueshme. Kjo përfshin përdorimin e materialeve të riciklueshme dhe të biodegradueshme, dizajnin e produkteve që kanë një gjatësi të gjatë dhe që mund të riciklohen lehtësisht në fund të ciklit të tyre jetësor. Kjo qasje jo vetëm që redukton sasinë e mbrëturinave, por gjithashtu promovon përdorimin e përgjegjshëm të burimeve. Sipërmarrja e gjelbër nuk fokusohet vetëm në fitim, por edhe në krijimin e vlerës për gjithë aktorët e përfshirë në procesin e biznesit. Kjo qasje holistike u lejon kompanive të jenë konkurruese në treg, duke kontribuar në të njëjtën kohë në ruajtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë të jetës në komunitetet ku ata operojnë. Nëpërmjet inovacionit, përdorimit të përgjegjshëm të burimeve dhe shqetësimit për mirëqenien sociale, sipërmarrja e gjelbër përfaqëson rrugën drejt një të ardhmëje të qëndrueshme dhe të begatë. Sipërmarrja e gjelbër bazohet në idenë se biznesi mund dhe duhet të udhëhiqet nga parimet e qëndrueshmërisë, përgjegjësisë mjedisore dhe përgjegjësisë sociale. Kjo qasje nuk kupton integrimin e vlerave mjedisore dhe sociale në çdo aspekt të biznesit, duke siguruar kështu qëndrueshmërinë afatgjatë jo vetëm të kompanisë, por edhe të komunitetit me të cilin ajo operon. Analiza e rastit të studimit të kompanive të suksesshme të gjelbra tregon se qëndrueshmëria nuk është vetëm një detyrim moral, por edhe një avantazh strategjik. Këto kompani demonstrojnë se si është e mundur të balancohen qëllimet mjedisore, sociale dhe ekonomike, duke krijuar modele biznesi që janë jo vetëm fitimprurëse, por edhe të qëndrueshme në terma afatgjatë. Mësimet nga këto studime mund të shërbejnë si udhërrëfyes për sipërmarrësit e tjerë që duan të integrojnë praktika të gjelbra në biznesin e tyre dhe të kontribojnë në krijimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme. Imazhi tregon një skenë malore në natyrë me alpinistë të veshur me veshje. Patagonia imazhi përfshin simbole të qëndrueshmërisë si riciklimi, energjia e rinovueshme dhe ruajtja e mjedisit. Atmosfera përfaqëson aventurën, ndërgjegjësimin mjedisor dhe pajisjet e jashtme me cilësi të lartë, të cilat është në përputhje me misionin dhe vlerat e Patagonisë. Një analizë e rasteve studimore të Patagonisë tregon se bizneset e suksesshme të gjelbra përdorin një sër strategjish për të integruar qëndrueshmërinë në modelet e tyre të biznesit. Përdorimi i materialeve të ricikluara, zhvillimi i produkteve të qëndrueshme, aplikimi i teknologjive me efikasitet energjetik, praktikat etike të biznesit dhe fokusi në inovacion janë elementet kryesor të suksesit të tyre. Këto strategji jo vetëm që ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit, por gjithashtu ofrojnë një avantazh konkurrues dhe hapin mundësi të reja biznesi. Sipërmarrësit e gjelbër zbatojnë në mënyrë aktive parimet e qëndrueshmërisë, përgjegjësitë mjedisore, inovacionit, përgjegjësisë sociale, transparencës, ekonomisë rrethore dhe qëndrueshmërisë lokale në modelet e tyre të biznesit. Këtu janë shembuj specifik se si e bëjnë këtë. Sipërmarrësit e gjelbër integrojnë parimet e sipërmarrjes së gjelbër në modelet e tyre të biznesit përmes strategjive të ndryshme që fokusohen në qëndrueshmërinë, përgjegjësinë mjedisore dhe mirëqenien sociale. Këto strategji zbatohen në çdo aspekt të biznesit, nga prokurimi dhe prodhimi deri te shpërndarja dhe marketingu. Jepni një shembull nga vendi juaj ku sipërmarrja e gjelbër është krijuar me sukses.
Identifikimi i mundësive të biznesit të gjelbër si një sipërmarrës kërkon një kombinim të analizës së tregut, të kuptuarit të tendencave mjedisore dhe të menduarit inovativ. Njohja e mundësive të biznesit të gjelbër kërkon një qasje proaktive, monitorim të vazhdueshëm të tregut dhe një gatishmëri për të inovuar, nëpërmjet të menduarit strategjik dhe fokusimit në qëndrueshmëri, sipërmarrësit mund të identifikojnë dhe të përfitojnë nga mundësitë që kontribojnë në ruajtjen e mjedisit dhe në të njëjtën kohë të sjellin sukses në biznese. Njohja dhe identifikimi i programeve të biznesit të gjelbër kërkon një qasje sistematike që përfshin analizën e praktikave të biznesit, vlerave dhe strategjive të kompanisë. Disa nga hapat për qenë në gjendje të njohin dhe identifikojnë programet e biznesit të gjelbër. Pikat e mësipërme ofrojnë një kornisë për të kuptuar se si sipërmarrësit e gjelbër integrojnë parimet të qëndrueshmërisë në modelet e tyre të biznesit, duke u mundësuar atyre të arrijnë sukses ekonomik, duke minimizuar ndikimin negativ mjedisor. Integrimi i parimeve të qëndrueshmërisë në modelet e biznesit të sipërmarrësve të gjelbër përfshin strategjitë e praktika të ndryshme që sigurojnë përgjegjësi mjedisore, qëndrueshmëri ekonomike dhe mirëqenia. Zhvillimi i modeleve të qëndrueshme të biznesit në sipërmarrje. Zhvillimi i modeleve të qëndrueshme të biznesit kërkon një qasje gjithëpërfshirëse që përfshin integrimin e qëllimeve mjedisore, sociale dhe ekonomike në strategjinë e kompanisë. Shembulli një vizioni. Vizioni ynë është të jemi lider në transformimin e biznesit drejt një të ardhmëre të qëndrueshme, duke krijuar zgjidhje inovative që harmonizojnë rritjen ekonomike me ruajtjen e burimeve natyrore. Ne synojmë të frymëzojmë të tjerët me produktet dhe shërbimet tona për të njohur vlerat e sipërmarrjes së gjelbër, ndërtimi i komuniteteve që janë më elastike, më të drejta dhe më ekologjike, më të ndërgjegjshme. Misioni ynë është që nëpërmjet praktikave inovative dhe qëndrueshme të biznesit, të ofrojmë produkte dhe shërbime që kontribojnë në ruajtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Ne jemi të përkushtuar të reduktojmë gjurmën ekologjike, të përdorim burimet e rinovueshme të energjisë dhe të mbështesim. Nëpërmjet biznesit ton, ne duam të frymëzojmë dhe të edukojmë të tjerët për rëndësinë e përgjegjësisë mjedisore, duke krijuar një ndikim pozitiv në planet dhe shoqëri. Zhvillimi i modeleve të qëndrueshme të biznesit në sipërmarrjen e gjelbër kërkon një qasje holistike që integron aspektet mjedisore, ekonomike dhe sociale. Duke integruar parimet në modelet e tyre të biznesit, sipërmarrësit e gjelbër jo vetëm që krijojnë ndikime pozitive mjedisore dhe sociale, por gjithashtu sigurojnë qëndrueshmëri dhe përfitimin afatgjatë të kompanive të tyre. Biznesi i qëndrueshëm tërheq konsumator të ndërgjegjshëm për mjedisin, rrit besnikërinë ndaj markës dhe kontribon në një të ardhme më të qëndrueshme për të gjithë. Kuptimi i kuadrit ligjor në sipërmarrjen e gjelbër është çelësi për sigurimin e pajtueshmërisë rregullatore, maksimizimin e përfitimeve të subvencioneve dhe stimujve dhe shmangjen e çështjeve ligjore. Këto korniza ligjore përfshin rregullore lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare që përcaktojnë standardet për përgjegjësinë mjedisore dhe biznesin e qëndrueshëm. Kuadri ligjor kombëtar, ligji për mbrojtjen e mjedisit, emetimet dhe ndotja, rregullat që kufizojnë emetimet e gazeve serë, ndotësve të ajrit dhe ujit, menaxhimi i mbetjeve, legjislacioni që rregullon riciklimin, depozitimin e mbetjeve dhe menaxhimin e materialeve të rrezikshme. Efikasiteti i energjisë, standardet e eficiencës së energjisë, rregullore që përcaktojnë standardet minimale të efikasitetit të energjisë për ndërtesat, automjetet dhe pajisjet. Certifikimi i ndërtesave, legjislacioni që inkurajon ose kërkon certifikimin e ndërtesave sipas standardeve të tilla si LED ose BREEAM. Burimet e riciklueshme të energjisë.
Subvencionet dhe stimujt. Programet që ofrojnë subvencione, lehtësime tatimore ose stimuj të tjerë për të investuar në burimet e rinovueshme të energjisë. Rregullore për energjinë e rinovueshme. Rregullore që promovojnë ose kërkojnë për përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Bujësia e qëndrueshme dhe industria ushqimore. Standardet organike. Legjislacioni që përcakton standardet për prodhimin organik dhe etiketimin. Menaxhimi i ujit. Rregullore që rregullojnë përdorimin dhe mbrojtjen e burimeve ujore në bujësi. Kuadri ligjor ndërkombëtar. Marrëveshja e Parisit. Objektivat e emitimeve globale. Vendeve nënshkruese u kërkohet të përcaktojnë kontributet e përcaktuara kombëtare (NDC) për të reduktuar emetimet e gazeve serë. Raportimi dhe monitorimi. Detyrimet për raportim të rregullt mbi progresin drejt objektivave të reduktimit të emetimeve. Protokolli i Kyotos. Detyrimet për të reduktuar emetimet. Vendet nënshkruese janë detyruara të reduktojnë emetimet e gazeve serë sipas objektivave të caktuara. Mekanizmat e tregtimit të emetimeve. Krijimi i mekanizmave të tregtimit të emetimeve për të inkurajuar metodat ekonomikisht efikase për të reduktuar emetimet. Bashkimi Evropian, Marrëveshja e Gjelbër, Marrëveshja e Gjelbër Evropiane, qëllimet e qëndrueshmërisë. Një plan për të arritur neutralitetin klimatik deri në vitin 2050 me objektiva specifike për emetimet, burimet e rinovueshme të energjisë dhe efikasitetin e energjisë. Taksonomia e gjelbër, një sistem klasifikimi që përcakton se cilat aktivitete konsiderohen të qëndrueshme për investime. Kuadri ligjor vendor, rregulloret dhe rregullat vendore, rregulloret e zonimit, rregulloret lokale që përcaktojnë se si mund të përdoret toka, duke përfshirë rregullat për hapësirat e gjelbra dhe ndërtesat me efikasitet energjetik, programet e riciklimit, nisma lokale që inkurajojnë ose kërkojnë riciklimin e mbetjeve, stimujt dhe subvencionet, grandet lokale, mbështetje financiare për projekte të gjelbra duke përfshirë grante për ndërtesa me efikasitet energjetik dhe burime të rinovueshme të energjisë. Nxitje tatimore, stimujt e taksave lokal për kompanitë që zbatojnë teknologji dhe praktika të gjelbëra. Rregulloret specifik industrial, industria e ndërtimit, ndërtesat e gjelbëra. Rregulloret që përcaktojnë ose inkurajojnë ndërtimin e ndërtesave me efikasitet energjetik dhe misor me mjedisin. Standardet materialeve, rregulloret që përcaktojnë standardet për përdorimin e materialeve të ndërtimit të qëndrueshme dhe të riciklueshme. Industria ushqimore, certifikimi organik, rregullat dhe standardet për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve ushqimore. Siguria e ushqimit, rregulloret që përcaktojnë sigurinë ushqimore përmes praktikave të qëndrueshme mjedisore. Industria e prodhimit, etiketimi ekologjik, rregullori që përcaktojnë kriteret për produktet e ekoetiketimit për ta bërë më të lehtë për konsumatorët njohjen e produkteve të qëndrueshme. Green Technologies, standardet për zbatimin dhe përdorimin e teknologjive të gjelbëra në proceset e prodhimit. Mjetet e pajtueshmërisë dhe monitorimit, sistemet e certifikimit. ISO 14001, standard ndërkombëtar për sistemet e menaxhimit mjedisor. LED BREEAM, sisteme certifikimi për ndërtesat e gjelbëra, software për monitorimin e pajtueshmërisë, sistemet e menaxhimit të përputhshmërisë, zgjidhje softwarike që ndihmojnë kompanitë të monitorojnë dhe menaxhojnë pajtueshmërinë me rregullat mjedisore. Analiza dhe raportimi, mjete për mbledhjen e të dhënave dhe gjenerimin e raporteve mbi ndikimin mjedisor dhe pajtueshmërinë me kërkesat ligjore. Konkluzioni, kuptimi i kuadrit ligjor në sipërmarrjen e gjelbër është çelësi për të siguruar pajtueshmërinë, maksimimizimin e stimujve dhe minimizimin e rreziqeve ligjore. Kjo përfshin një uri që rregulloret ndërkombëtare dhe vendore të rregullojnë përgjegjësitë mjedisore dhe mjedisin e qëndrueshëm, si dhe përdorimin e mjeteve dhe sistemeve për të monitoruar dhe menaxhuar pajtueshmërinë. Nëpërmjet kësaj qasjeje, sipërmarrësit e gjelbër mund të lundrojnë me sukses në mjedisin ligjor dhe kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm. Sipërmarrësit mund të fillojnë zbatimin e teknologjive të gjelbëra përmes një sër hapash dhe strategjisë që fokusohen në reduktimin e gjurmës ekologjike dhe rritjen e qëndrueshmërisë. Hapat bazë tregohen në tabelë. Aplikimi i teknologjive të gjelbëra mund të kontribuojë ndjeshëm në reduktimin e ndikimit negativ në mjedis, rritjen e efikasitetit të energjisë dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
Si përfundim, sipërmarrja e gjelbër është çelësi për një të ardhme të qëndrueshme, duke kombinuar përgjegjësinë mjedisore, përfitimin ekonomik dhe përgjegjësinë sociale. Sipërmarrësit e gjelbër krijojnë vlerë që shkon përtej kufive të biznesit tradicional. Ju ftoj t'i bashkoheni këtij misioni të rëndësishëm dhe të eksploroni mundësitë që ofron sipërmarrja e gjelbër. Faleminderit për vëmendjen tuaj.